Armando, përshëndetje. Nga Ministri i Mbrojtjes, mund të kalojmë tek Ministri i Sulmit. Ju mungon goli, por mbi gjitha tifozëve shqiptar i mungon broja. Është kjo ndeshja e dur që ne të çojmë brojën tek goli dhe sigurisht tek fitoria? Për mua më e rëndësishme është për me fitu ndeshjen, për me marrë 3 pikë, si kja është rezultati që na duhet. Për mua unë jam, unë normalisht e kam qef me bo gola, po për mua ma bukur është për me fitu ndeshje, me ndihmu ekipin, me pasime, me topa, edhe me gola në qoftë se më del rasti, po si thash, më e rëndësishme për mua është për marrë 3 pikë edhe me fitu ndeshjen. Broja, përshëndetja. Një sfidë jo si gjithë të tjerët, flasim shpesh për presionin, për profesionalizmin tuaj, këto i dim të gjitha, megjithatë si është atmosfera brenda ekipit tuaj dhe keni pasur një bisedë me trajnerin Silvion, duke qenë se kjo sfidë ka një rëndësi më të veçantë se të tjerat, nisur nga shumë faktorë dhe çfarë prisni ju nga kjo përballje? Po siç tha edhe Ajeti, kjo është ndeshje futbollit, normal siç tha të tjerët, është ndeshje futbollit dhe na është shumë rëndësishëm, po na kemi me nej shumë fokusuar edhe përshëndruar për këtë ndeshje, se është ndeshje e madhe, si jena kalozëm edhe jashtë shtëpisë, po normalisht na e dim gjithë se është ndeshje e madhe, po normalisht kemi me nej bashkë si skuadër, kemi me neju edhe trajnerin dhe me bo çfarë duhet në fushë për me fitu ndeshjen. Mantha Prokopi, Syri Televizion. Goli i fundit me Kombëtaren daton më 3 qershor të 2024 në Mjistore, ndërsa në një sfidë zyrtare daton në vitin 2022. A do doje që në një sfidë kaq të rëndësishme si kjo ndaj Serbisë të ishe në qendër të sulmit dhe jo në krahun e djathtë, dhe është kjo zhvendosje ndoshta faktori mungesës së golit? Unë them se jo, sepse ka mundësi me bë gola edhe në krah djathtë, krah majt, mes fushë, varet në ndeshje, si të shkon ndeshja, po unë kam qef vetëm me ndihmu ekipin, edhe atë trajneri më flet edhe shpesh më thot mua se duhet me kenë fokusuar edhe përshëndruar si ka me dal rasti, edhe kur del rasti, ndoshta në ndeshje mundet me dal vetëm një rast dhe duhet me kenë fokusuar në atë rast, sepse mundesh me shënu golin edhe me fitu ndeshjen. Edhe për mua vetëm jam përshëndruar për këta rasta si ndel, po edhe kam qef me ndihmu ekipin për me dhënë asiste ose për me dhënë topa për me bo gol edhe ai tjetri. Po normal si them mungon goli, po nuk i kam menjen të goli, i kam menjen për me fitu ndeshjen. Broja, kjo një ndeshje decizive, sa janë shanset reale të Shqipërisë dhe sa besoni ju ëndrrën e botërorit 2026? Na kemi shansa maksimale, dim se është grupi e vështirë, si kemi edhe Anglinë dhe Serbia janë ekipe vështirë, po normalisht si kemi shanse, kanë gjithë ekipet shanse, po na kemi me luftua dhe në fund grupit, edhe kjo ndeshje përpara është ndeshje si ta shumë rëndësishme, po kjo është ndeshje që na ka dalë përpara dhe jene fokusuar vetëm te këtë ndeshje dhe inshallah e fiton. Arlin, përshëndetje, Elvis Rexha Digital. Nuk mund t'i shmangemi pyetjes si është parapërgatitja e kësaj sfide në aspektin emocional dhe një kundërshtari që historia na ka lidhur për më shumë jashtë futbollit sesa brenda futbollit, sidomos edhe për ju personalisht. Përshëndetje, normalisht që emocionit i kemi para çdo ndeshjes. Na mundohem edhe këtë ndeshje me pa vetëm si ndeshje futbollit. Mundohem me qenë profesionist në çdo aspekt dhe ai është synimi, na do shkojmë për të dhënë maksimumin për të marrë 3 pikë. Ndeshja do jetë e vështirë si në aspekt futbollit, si dhe emocional, po mundohem të jem profesionista. Përshëndetje, Sabina Meteret është Sport. Sipari suksese, Arlind jeni një nga njerëzit një nga futbollistët më me eksperiencë në këtë kombëtare, ndërkohë cilat janë pikat e forta të sulmit të Serbisë që mbrojtja jon duhet bëj kujdes. Dhe çfarë ambienti prisni në Serbi? Besoj që Serbia në çdo rol ka futbollistët mirë, ka shumë cilësi të lartë dhe ashtu edhe në sulm. Kanë lojtar si Mitrovici që është fizikisht shumë i fortë.
Vlahovici që në kohën e fundit ka pas ndeshje të mira me Juventusin dhe besoj që do analizojmë çdo lojtar më saktësisht dhe shpresojmë të jemi përgatitur për çdo rast. Mantha Prokopi, Syri Televizion, në sfidën e parë këtu në Erë Albania bët shumë mirë në mbrojtje duke ruajtur portën e paprekur. Sa e vështirë do jetë, a do të jetë më vështirë apo ndoshta më e lehtë për të ruajtur portën e paprekur dhe atje? Sigurisht që atje do jetë më vështirë sepse çdo ndeshje jashtë është më e vështirë si në shtëpi ku e ke edhe tifozët mbrapa, atje nuk do e kem, po prapë se prapë do e dha maksimumin, siç e kemi bërë edhe këtu, siç e kemi bërë në çdo ndeshje më parë dhe shpresojmë t'ja dalim. Arlind, bashkë me Gjimshitin jeni muri i skuadrës në mbrojtje, duke qenë se keni dhe brojën këtu, çfarë këshillash do t'jepni të sulmin që të na japi atë suksesi fitoren, pra po shohni për 3 pikët, por çfarë do t'i këshilloni sulmuesit që të bënin diçka më shumë? Këshilla nuk besoj që mu i dhajmë ne si mbrojtësa sulmuesit, po shpresojmë vetëm që ato raste që do i kemi, do i shfrytëzojmë dhe ne mrapa normalisht provojmë ta majmë portën e pastër dhe këtë sulmues e din veç çfarë të bëjnë. Do shihemi në komunikime të tjera ditë të mbarë.